Bordi i Transparencës ka vendosur një rritje të re të çmimeve të karburanteve. Sipas vendimit të fundit, çmimi i naftës rritet me 15 lek, duke arritur një tavan prej 218 lek për litër, nga 203 lek për litër që ishte më parë. Ky është çmimi më i lartë i naftës, që prej nisjes të konfliktit në lindjen e mesme. Edhe çmimi i benzinës pëson një rritje, me 6 lek, duke shkuar në 181 lek për litër, nga 175 lek për litër. Çmimet e reja janë vendosur të hynë në fuqi që nga ky shtunë në orën 10:30 dhe do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të përcaktohen ndryshimet e reja. Sipas njoftimit zyrtar, çmimi maksimal i shitjes me pakicë të naftës është 218 lek për litër, ndërsa çmimi me shumicë nuk mund të tejkalojë 206 lek për litër. Çmimi maksimal i shitjes me pakicë të benzinës është 181 lek për litër, ndërsa çmimi me shumicë nuk mund të kalojë 169 lek për litër. Autoritetet njoftojnë se çdo shkelje e këtyre kufive nga operatorët do të çojë në pezullimin e aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, së bashku me Ministrinë e Financave dhe atë të Infrastrukturës dhe Energjisë, janë angazhuar për të mbrojtur interesat e konsumatorëve dhe për të ruajtur konkurrencën e ndershme në treg, thuhet në njoftim.